Atëherë, te kjo video do zhvillojmë një ushtrim i cili është për degët e mjekësisë në përgjithësi për pjesën e kimisë së përgjithshme dhe jepen elementi X me zën 8, elementi Y me zën 15 dhe elementi Z me zën 17. Përcaktoni thot vendin në sistemin periodik dhe krahasojeni ato nga rrezja atomike, elektronegativiteti, afria për elektronin dhe energjia e parë e ionizimit. Bëjmë të pyetjen e parë. Atëherë për secilin element do bëjmë shpërndarjen elektronike. Për X-in 1s2, 2s2, 2p4, Z-ja 8. Atëherë përcaktojmë grupin edhe periodën. Grupi përcaktohet nga shtresa e jashtme e pa plotësuar. Në këtë rast jemi tek shtresa e dytë. Kemi S-n dhe P-n, pra jemi te grupet A, 2 plus 4, grupi i 6A. Perioda është perioda e dytë. Kalojmë tek Y-ni, bëjmë shpërndarje 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Atëherë, përcaktojmë grupin periodën edhe këtu, shtresa jashtme është 3s2, 3p3, atëherë grupi do jeti 5A, ndërsa perioda e tretë. Kalojmë tek Z-ja, që ka zën 17, bëjmë edhe këtu shpërndarje 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Atëherë jemi tek grupi, në këtë rast do shikojmë shtresën S2p5, grupi i 7A dhe perioda e tretë. Për t'i krahasuar, bëjmë një mini tabel ku shikojmë që kemi element të periodës së dytë dhe të periodës së tretë. Grupi i 5A, grupi i 6A dhe grupi i 7A. Atëherë, X-in e kemi të grupi 6A perioda e dytë, Y-in grupi 5 perioda e tretë dhe Z-n grupi 7 perioda e tretë. Fillojmë, do t'i krahasojmë për nga rrezja atomike. Ne dim që rrezja atomike rritet nga djathta në të majtë edhe nga lart poshtë. Atëherë, me rrezën atomike më të madhe do kemi Y-in. Atëherë, rrezja atomike e Y-it është më e madhe se rrezja atomike e X-it dhe më e madhe se rrezja atomike e Z-it. Tani thot elektronegativiteti. Atëherë, duke patur parasysh që elektronegativiteti është aftësia që ka elementet për të mbajtur çiftin elektronik të përbashkët. Ne dim që si elektronegativiteti, si afria për elektronin, si energjia e ionizimit janë në raport të drejtë me rrezën atomike. Pra, duke pasur parasysh këtë, të gjithë trendet e të treja këtyre vetive janë në rritje nga e majta në të djathtë edhe nga poshtë lartë, elektronegativiteti, pra afria për elektronin dhe energjia e ionizimit. Pra do keni renditjen e kundërt, ku elektronegativiteti më të lartë e ka Z-ti, më pas do vi X-i dhe më pas do vi Y-ni. Ndërkohë, njëjta gjë do ishte edhe për afrim për elektronin edhe për energjinë e ionizimit, duke patur parasysh që jo metalet kanë afrim për elektronin më të madhe, gjithashtu edhe energjinë e ionizimit më të madhe për shkak se i duhet më shumë energji për të shkëputur elektronin e parë në gjendje të gazt. Pra do keni të njëjtën renditje. Kalojmë tek pyetja tjetër. Atëherë thot, tregoni numrin maksimal të elektroneve që kanë numër kuantik plus 1, pra numrin kuantik magnetik plus 1 për secilin prej tyre. Atëherë, këtë zhvillojmë këtu lart që mos të rishkruajmë edhe një herë konfigurimet. M plus 1 ne do ta kërkojmë tek P-ja dhe tek D-ja. Atëherë marrim për elementin X, kemi vetëm 2p4. Atëherë shikojmë se kë kemi tek gjendja energjetike plus 1, kemi vetëm një elektron. Ndërkohë tek Y kemi 2p6 edhe 3p3. Nga 2p6 duke qenë se orbitali është i plotësuar do na vinë 2 elektrone. Ndërkohë te 3p3 ne do kemi vetëm një elektron tek gjendja plus 1. Pra në total këtu do kemi 3 elektrone për elementin Y. Shikojmë për Z-in, dhe te Z-i kemi 2p6 edhe 3p5, të cilët përmbajnë
gjendjen energjetike +1. Atëherë edhe këtu nga 2/6 do vinë 2 elektrone se shtresa është e plotësuar, ndërkohë te 3/5 do na vinë përsëri vetëm 1 elektron, sepse kemi 5 elektrone në total, kështu që edhe tek ypsiloni do kemi 3 elektrone që kanë numrin kuantik magnetik +1. Kërkesa tjetër thot ndërto strukturën e Lewisit dhe tregon formën gjeometrike për molekulën XYZ3. Atëherë, do shikojmë ku ndodheshin. X-i vinte nga grupi I 6A. Y na vinte nga grupi I 5A. Pra do jetë atomi shëndror dhe Z na vjen nga grupi I 7A. Vendosim Y në qendër, e lidhim me X-in edhe 3Z. Atëherë Y duke qenë se është grupi I 5, do ketë 5 elektrone. 4 elektrone I ka të angazhuar në lidhje, ndërkohë X-i është grupi 6, 1 e ka në lidhje, do kishte edhe 5. Atëherë ky elektroni tek që mbetet te X-i bashkë me elektronin tek të Y-it formojnë lidhjen pi midis X-it dhe Y-it. Ndërkohë për Z-in e kemi grupi 7. 1 elektron e ka të angazhuar të lidhjet me Y-in, I mbeten edhe 6 elektrone ose 3 çifte vetjake. Atëherë, për të treguar formën gjeometrike, neve këtu në total për Y-in kemi 5 çifte lidhëse. Nga këto 5 çifte lidhëse, 4 janë lidhje sigma dhe 1 lidhje pi. Çfarë na intereson neve është lidhjet sigma për të përcaktuar formën gjeometrike dhe 0 çifte vetjake. Atëherë 4 sigma dhe 0 çifte vetjake na lën te forma gjeometrike tetraeder. Tjetër thot shpjegoni lidhjet kovalente duke u bazuar tek teoria e lidhjes kovalente dhe ndërtoni diagramën energjetike për atomin qendror. Atëherë çfarë do kemi parasysh? Në këtë rastin që jemi neve, kemi një element të cilin e quajmë si atomin qendror Y, I cili ndodhet te grupi I 5A. Atëherë, ky në total do të formoj, në qoftë se ne do të bënim këtu, do formonte 4 lidhje, ku me X-in, në qoftë se vendosim neve këtu Y-in, do ndërtonim orbitalet. Atëherë, ku me Z do formoj lidhjet sigma. Ndërkohë me X-in do formoj dhe sigmën dhe pin. Dhe kjo do ishte sigma me X-in, këtu Y-in, këtu kemi Z-in. Atëherë, për të ndërtuar diagramën energjetike, do keni parasysh që neve ndërtojmë diagramën për pjesën e hibridizimit. Pra, në këtë rast, Y-i duke qenë se ka 4 sigma edhe 1 pi, do jetë I hibridizimit SP3. Atëherë, Y-i ishte S2P3. Çfarë ndodh në këtë rast? Ky elektroni që ndodhet tek orbitali S kalon dhe tek orbitali D në momentin që ai ngacmohet. Dhe kjo do të shërbej për të formuar lidhjen pi.